është Cinematic dhe dyta Smartmatic dhe Dominion. Smartmatic dhe Dominion. Po dhe ne do doja në fakt që mendimën e regjis tani të shinim ndërkohë që ti flet edhe një nga linqet, një nga këto momentet publikuara në Twitter që ta kemi kështu për ilustrim. Po. Smartmatic dhe Dominion. Dominioni dhe Smartmatic janë dy kompani të cilat kanë lindur në Venezuelë. Ato kanë lindur nga pasardhësi i Maduros, nga Hugo Chavez. Ai i përgatiti këto dy kompani nga shërbimet inteligjente dhe shërbimet ushtarake të Venezuelës, pikërisht për të dhënuar zgjedhjet në Venezuelë, sepse nuk kishte shans që as Hugo Chavez dhe as Maduro të fitonin në qoftë se nuk do të manipuloheshin zgjedhjet. Megjithse Maduro nuk fitoi në zgjedhjet e fundit në Venezuelë, pavarësisht gjithë manipulimit zgjedhor që u bë nga të dy kompanit. Këto dy kompanit, shumë vite më parë, dikur vites 2016, këto u regjistruan në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe aty Shtetet Bashkuara të Amerikës filluan të marrin shumë shtete, sidomos swing states, filluan që të marrin këto dy kompani për menaxhimin e votimit elektronik. Pikërisht këto kompani më pas hapën një degë dhe në vitin 2020 dega kryesore e Dominionit ishte në Beograd, në qendër të Beogradit. E krijuar aty u hap nga një biznesmen i fuqishëm serb pranë presidentit Vučić, i cili ishte edhe pronar i Huawei, firmës së famshme kineze. Pra kishte edhe një interes kinez në mes. Dhe gjithë databaza e të dhënave të sistemit elektronik zgjedhor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës menaxhohej nga Caracas, kryeqyteti i Venezuelës, dhe nga Beogradi. Këto janë disa nga materialet që referohen pikërisht kësaj që ti e duke shpjeguar Edit, kësaj çështje në vetvete. Po. Dhe abuzimi zgjedhor abuzimi është bërë në momentet e fundit me anën e kodifikimit, është bërë nga këto dy vende, ku janë shtuar votat në të qindat e sekondave për presidentin Biden. Madje ka shumë sqarime të shërbimeve inteligjente që tashmë janë dhe publike faktikisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikërisht për këtë çështje. Dhe vetëm përpara 2 javësh presidenti Trump ka folur pikërisht për manipulimin zgjedhor që është bërë për zgjedhjet e 2020-s. Pra, dhe në vitin 2024, se shumë kush mund të pyesi pse nuk funksionoi kjo në 2024, sepse ekipi presidentit Trump, i që ishte aq i stërvitur sa që mori masa. E dini ju që ka pasur njerëz të cilët kanë qenë shërbys në espionazh, kuptohet, nga ekipi Maduros drejt ekipit të presidentit Trump apo shërbimeve amerikane, pikërisht për çështjen e Smartmatic dhe të Dominionit, pra të dyre këtu kompanive se si mund të funksiononin në qoftë se natyrisht do kishin një kujdes më të madh nga ana e ekipit të Trump team, të ekipit të Trumpit. Kështu e njëjta gjë ka ndodhur dhe në Beograd. Në qoftë se mbani mend, dhe këtë po e them dhe për shikuesit e Syri TV, 2 javë përpara zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vjet në nëntor, pati një lajm që djali i madh i presidentit Trump, Trump Jr., vizitoi me urgjencë Beogradin për të takuar disa biznesmen. Faktikisht më le ta bëj këtë ndarje. Pra, nga Venezuela kaluam tani te Beogradi, se pastaj do kalojmë te Shqipëria, po tani jemi duke folur për Beogradin dhe për vizitën, kujtojmë se ndjesë ditë, mos e harro. Po ka pasur shumë komente për këtë vizitë të zhvilluar pikërisht përpara zgjedhjeve. 2 javë thua ti përpara zgjedhjeve apo jo? Diçka e tillë. Trump Jr., djali presidentit Trump, është takuar me biznesmen, nuk është takuar me Aleksandar Vučićin, nuk ka pasur takim. Diskutuan atkohë që kjo ishte një mbështetje ndaj Vučić e mundshme. Këto kanë qenë dhe nga mediat në Shqipëri. Po, e vërtet është, por kjo nuk ka qenë mbështetje nga Vučić, nuk ka qenë as mbështetje e ekipit të Trump për Vučić, përkundrazi, ka qenë një notë shumë e fortë që i është dhënë Vučićit në dorë që të ketë kujdes, sepse kompania Dominion, e cila kishte databazën në Beograd, ishte kompani e lidhur ngushtë me presidentin Vučić në Serbi. Dhe ndërkohë, është mbyllur zyra, brenda 24 orësh u mbyll zyra në Beograd. Dhe ajo zyrë nuk funksionoi ditën e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet e 2024. Sepse e njëjta gjë që do ndodhi në Venezuelë, thua ti, ishte planifikuar që të ndodhte dhe për ta kujtuar për publikut, gjitha këto informacione që ti thua janë lehtësisht të provueshme sot që ka kaluar kohë sepse ka dokumentat përkatëse. Po. Jo vetëm kaq, por